Ishte viti 1999. Nëna e Liridonit qëndronte çdo mbrëmje te dritarja, me shpresën se postieri do sillte një letër. Djali i saj kishte ikur në Itali për 2 vjet punë, por kishin kaluar 7. Në fillim vinte çdo muaj një letër, me shkrim të ngjeshur, plot dashuri e mall. Më pas, letrat u bën më të rralla. Derisa një ditë nuk erdhën më fare. Ajo i ruante të gjitha në një kuti druri. Kur i lexonte, i duke sikur ai ishte aty, zëri, arome djersës, buzëqeshja. Një mëngjes vjeshte, një postier i ri trokiti në derë. Kjo letër është kthyer nga Italia, tha ai. Në anë të zarfit shkruhej: destinatari nuk ekziston më në këtë adresë. Ajo nuk qau. Vetëm mbylli syt, mori frym thellë dhe tha: Zoti ma ruaj djalin, kudo që të jetë. 2 muaj më vonë, Liridoni u kthye. Me një buzëqeshje të lodhur dhe një kuti në dorë. Brenda ishte e njëjta letër që s'arriti kurrë, e cila tani u lexua me lot gëzimi në sytë e nënës.